dihet çdo president, por brenda çdo fortese ka një mbrojtje në shkaqe apo në kushte që janë emergjente, kur një shtet është në luftë, që çdo president të ndihet i sigurt apo çdo zyrtar i një shtetit. Dhe normalisht nuk arriti që të futet në atë fortesë me hekra, sepse fortesa u gjend brenda shtëpie. Ai nuk ishte i rrethuar në një fortesë me hekra, por fortesa është ndërtuar brenda rezidencës ku po qëndronte. Dhe normalisht operacioni i presidentit Trump, i forcave normalisht ishte më i shpejt se sa lëvizjet e presidentit Maduro që të mbrohet dhe të futet në ato fortesët me hekra që mos të kenë akses të përfundojnë operacionin me sukses. Për fat të keq të tij dhe për fat të mirë të popullit të Venezuelës dhe operacionit të presidentit Trump, ai nuk arriti të futet dhe u bë arrestimi i tij. Por tani, po sipas mediave, sa aty po bazohemi të gjithë, do qëndrojnë në të njëjtën burg ku ka qenë El Chapo? Atë nuk e dim, por e dim që për momentin kemi informacion që do të gjykohet në gjyqin ku është gjykuar El Chapo, dhe po t'i përmbahet këtyre çështjeve administrative, normalisht presidenti Trump duhet të dërgojë në të njëjtin burg ku ka qëndruar edhe El Chapo, sepse pak a shumë edhe ky president po akuzohet për akuza në një farë lloj, në një farë mënyre të njëjta si El Chapo, për trafikim droge, për vrasjen e njerëzve dhe gjithashtu për shumë gjëra që akoma nuk i ka zbuluar, nuk janë zbuluar akuza për. Ka një version tjetër që kjo goditje është edhe goditje bazuar te doktrina Monroe dhe më shumë se geopolitik përtej asaj që duket për drogën, është nafta, këputja e lidhur me Rusinë, me Kinën. Vetëm e keni parasysh një fuqi, një superfuqi që ka Amerika. 7 orë para se të arrestohet dhe para se të fillojë operacioni intensiv që të arrestohet Maduro dhe shoqja e tij, kishte takim me zyrtar të lartë të dërguar special të Kinës, nga presidenti i Kinës në zyrat e presidencës, do të thotë janë takuar me Maduron. Dhe aq e fuqishme është Amerika që normalisht është edhe fuqi superiore që do të kontrolloj edhe rezervuaret e vajit, si themi ne, por të them drejtën, Venezuela është shteti më i pasur që i përket këtyre rezervuareve. Dhe ka përmbi 307 milion litër rezerva, të cilët tani janë në kontrollin e administratës së Trumpit. Po kush e ka radhën tani? Tani radhën, sipas informacioneve të fundit që kemi, dhe është duke u përfolur shumë, kjo është një lajm ndoshta ekskluziv për opinionin e juaj, që radhën mund ta ketë edhe Nigeria. Nigeria. Po, Nigeria. Ajo është tepër më çështje religjioze, më tepër çështje feje, pasi që po persekutohen dhe po mbyten mbas, sepse janë i përkasin një feje katolike apo një feje tjetër, dhe ne dim që popullsia më e madhe në Nigeri është popullsia e religionit islam, por që Trumpi tani do ndërmarr aksione edhe atje, po ta gjej fati ndoshta i Maduros edhe presidentin e Nigerisë. Ai vetëm ka vërë disa urdhra që të sulmohen dhe të bombardohen disa vende në Nigeri, siç është bërë në fund të vitit 2025, dhe i ka bërë thirrje presidentit të Nigerisë që të tërhiqet nga pozita e tij, por i njëjti nuk po nështrohet sikurse ky i fundit i Venezuelës. Shumë janë trembur dhe në Ballkan. Normalisht, por të them drejtën, presidenti Trump nuk ka asnjë farë interesi në Ballkan të bëjë këtë lloj aksionesh, sepse për atë shkak janë të instaluar sikurse spaku. Dhe spaku përfundon ato punë më mirë se asnjë gjë tjetër në Shqipëri. Dhe gjithashtu edhe në shtete tjera po funksionon ligji më në fund, dhe besoj që kjo mund të kryhet vetëm në një mënyrë ligjore brenda vendeve tona në Ballkan.
po përfshi Trumpi atëherë është një gjë shumë e madhe, kështu që nuk e besoj që Trumpi ka kohë që të merret me sidomos në këto momente me Ballkanin. Gjepalon, të falenderoj shumë për bisedën, për informacionet që ndat me publikun tonë dhe shpresoj që herën tjetër ne të flasim për punët e mira që bëni ju dhe shoqata juaj shqiptar-amerikanë atje e Ulqinit edhe të trevave tona. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe juve dhe paqit një vit të mbar.